Aq më gjatë është ekzistenca po ashtu edhe në debatin publik të përditshëm që na i bëjmë domethënë nëpër studio. Kjo është evidente kushtrim, nuk kemi çka i shtojmë, domethënë as i hekim sepse nuk ka pas asnjë fije veprimi direkt që një gjë e tillë më ndodh që mi shpall terroristë. Patoshin, nëse situata është e tillë që është një projekcion politik për ta krijuar atë monstrumin thojza listën serbe, edhe për ta rrethuar gjithçka tjetër për rreth listës serbe, për ta krijuar fushatën eventualisht në gjithë këtë muaj para 28 dhjetorit. A ka strategji nga ana tjetër se si të ballafaqohen me këtë situatë subjekte tjera politike, eventualisht që duhet ta kërkojnë votën e qytetarit dhe që eventualisht duhet të ofrojnë një ofertë se çfarë ose pse duhet t'i zgjedhin ata, KDK, LDK, AK e të tjerat. Unë këtu jam individ, i shpreh opinionet e mia, nuk përfaqësoj kërkon, nuk marr vendime, as të mirë as dëmshme për vendin tim. Unë këtu nuk jam ngarë politike, këta janë ngarë mbështetës. Zotëria është ngarë. Ose mbështetës. Shiko, zoti Sadiku, edhe mbështetësit janë në lloj gare. Mbështetësit e një subjekti politik, më fal. Po tani se cili mund të na thotë neve të jemi mbështetës dikujt. Ani korrekte. Vetë ti çet 2-3 argumente. Por pos me. Natyrisht mos mund të thotë. Dgjoni, unë jam këtu me mbrojt ligjshmërinë, kushtetueshmërinë e adhëut tan, Republikës Kosovës. Unë jam këtu me mbrojt drejtat e njeriut pa marrë parasysh a është i kuq, a i saret, a është etnikisht ndryshe, a flet ndryshe, a është një rajon ndryshe, unë jam i Kamenices Altoni Deçanit, për shembull, a është i orientimit ndryshëm kulturor, seksual, çka po diune, por me mbrojt strikt në Republikën tonë të lirë, demokratik, liberal, demokratike, me mbrojt drejtat e njerëzit kudo që ato cënohen. Unë për shta jam këtu, unë jam këtu me morë pjesë nga ora çmenduna politike. Që unë kom dhënë do prova, edhe në kalumen, për këtë punë, prandaj. Në gjykatën kushtetuese të Republikës Kosovës, 2 herë, një herë se fundi, më fal. Në 2 herë ka qu, 2 kërkesa. Po, se fundi, pe përmeni vetë këto të fundit. Lista sërbska i drejtohet gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës me formularin kur shkruan Republika e Kosovës, gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Nëse janë fakte, mohoni. Nëse janë fakte, okej jemi. Që kjo listë sërbska, nën logon flet votimin e KQZ-s me hartën e Republikës Kosovës kur shkruan Republika e Kosovës. Ka ndalë zgjedhjet lira zot një dashtën. Pe 2008 zotë. Dhe s'ka rëndësi kush ka fituar se unë kam shumë probleme me listën sërbska, me fjalime, me retorik politike, me mbështetje në Beogradin, si fuqi. Me blokad në procese. Me gjitha. Por, unë jam përmbojtë të kushtetutës tame dhe të ligjeve të Kosovës në vend parë. Shumë vonë vjen lista sërbska mu marrë me ta. Për mu. Pa sa do nesër mund të e dyta, jo veç zgjedhjet, që kjo listë sërbska, me 19 prill ku kolegët e zotit Dugulli, lëvizja vetëvendosje, kanë votu 119 vota për verifikimin e mandateve të listës sërbska. Që ti viti, kolegë dashtën, a o fakt? Fakt është. E treta, kryeministri i Kosovës, qeveria e Republikës Kosovës, i ka certifikuar 10 kryetarë të komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës. Të listës sërbska kolegë dashtën. Dhe unë tash po duhet me dal me që dolin këta zyra dhe ju dhe se shpërndojnë fake news-at u thonë Halin Matoshi për mbrojnë listës sërbska. Unë e mu viktimizu para shti populli, para shti atë dhejë të njetën na. E këta me mashtu, e këta me rajt. E këta me mashtu me qitë nga i thitjen historike popullin e Kosovës. Kolegë dashtun, më falni që e ngrisë zonin, se unë e kum e ndër Dugulli e din, me gjithë se bëhet shpesh, bëhet cinik. Unë e kum qenë kom për qëndrimit, kur ka qenë edhe zoti Dugulli. S'kum qenë une për Bigjas.
Ose çfarë do vepre tjetër. Kum qenë aktivist i rezistencës për Republikën e Kosovës. Hon e don. Është e vërtetë kjo. E treta. Katër. Pyetje për ta dy kolegë që Unë mendova që do të Vullën mirë, ta kjo pyetje. Për çështjen e verifikimit mandatit. Jo, këtu e dir kjo fakt, kjo Jo, tash mos Po e marrni kam shka për e kam një pyetje tash. Urdhra. Zoti Dugolli. Qëre, e kum shku në test që s'ma ka shku kërkush. Ta them, pse ta thujnë unë s'kom zyre, që më shku në dikush. Thot ty që ti shkruan dikush ato gjëra aty. A morin pog, si më thonë që Serb në Republikë Kosovës e në Republikë Serbisë ka 2 poga, e para dhe e dyta a punojnë shkollat serbe në komunitetit serb në Kosovë me kurikula, me plan programet Serbisë. Urdhna Zoti Dugolli. Po, Po. ata punojnë, Faleminderit. por gjërat kanë një rend. Dhe prioritetet e qeverisë kanë qenë mas pari vendosja e rendit dhe ligjit, luftimi i bondave, i Askush krimit, ka qenë kundër, madje as alatet tonë. edhe këte Për vendosjet të ligjshmërisë. dhe këte e ka arrit sukses shumë gjatë këtij mandati qeverisë. Mund diskutojmë. Jo. Shkojmë tutje. Por, kërkush s'ka thënë që është përfundu e gjitha. Gjërat do të ecin. Qeveria e mirë, e përgjegjshme, do ta kthen normalitetin edhe ligjshmërinë në secilën pore të jetës. Nuk mundet me vazhdu një situatë në të cilën dikush e ka kokën në Beograd e trupin në Kosovë. Po kemi plot që e kanë kokën Tiranë e bishtin në Prishtinë. Jo, dallim është i madh. Qysh më? Po ju e keni shefet pikave, koordinatorë një grua që e ka një bob grek. Po A keni? jo nuk është e vërtetë, mos Uno- sepse ajo do të padis ty, sepse nuk është e vërtetë. Po nani? Po nuk Po është e çka vërtetë. nuk është e vërtetë. Kjo Po nuk është e vërtetë që e ka babajn grek. Po aludon Dejona Mihal, nuk është e vërtetë. Se ka? Po nuk është e vërtetë dhe aja ka shpjegu, po prandaj mund ta kesh një padi. Është e vërtetë që ka punu. Jo, atë i thënë minoren, m'fal. Mund ta kesh një padi dhe Më fal. Minoritar. Minoritar. Dhe Okej, nuk është O, bëndej me padi që vini bodhe gjykoca, prokurore, dreqe. Po ne me kokush merr me padi. Ale. Fol ti çka pyeta. Alel, nuk është mirë një patriote, një intelektuale ta krahasosh me listën serbe apo